Këto janë pomje të drejt për drejta, nga një shikuesi yni, tregon ma emrin e gjia Ardian Mustafa, në fakt Ardian Maliqi, i cili është në Miami në një fan base ku ofër Miami do të ku janë mbledhur tifozët Argentinas për ta shikuar ndeshjen Argentin-Kepi Gjelbert. FIFA ka ndodhur disa vende, disa lokacione për gjithë tifozët e interesuar dhe aty ka vendosur ekrane gjigante për ata cilët nuk mund të jenë nëpër stadiume prezent dhe një pjesë e madhe tifozëve të ndryshëm, tashmë këta që po i shohim në dalë janë të Argentinës, po i zgjedhin këto vende për ti shikuar ndeshjet dhe për t'i përjetuar emocionet e 90 minutave të ndeshjes së Kupës së Botës. Atje tash i bie tjetora diku 6 orë mrapa. Pa 17:30, shu diçka. Miami shpime sikur. Het-trick sigur. Shpet vet. Stadion të vetin. Shtu pomje të mira këtu, pomje të drejt për drejta, ku tifozët edhe në Prishtinë është një të Nëna Terezë është vendi ku tifozët mund të mblidhen për ta shikuar ndeshjen apo ka interesim. Ka shumë interesim, po bëhet një atmosferë shumë e mirë.